Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun e falenderojmë, mirësitë, bekimet, mëshira e Tij qoftë mbi të dashurin e Tij dhe të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. E falenderojmë Allahun për mirësitë dhe begatitë e Tij të panumërta. Nuk ka dyshim se ky takim dhe ky tubim ku njerëzit mlidhen për emrin e Zotit dhe në emër të Zotit dhe për hatër të Zotit, për të përmend Allahun dhe për të përfituar, është një mirësi dhe begati e Zotit ndaj nesh. Elhamdulillah. Është mirësi dhe kënaqësi njëkohësisht që në mesin ton kemi një nga hoxhallarët e dalluar dhe të njohur, sidomos në fushën për temat të cilat ai do të trajtojë që kanë bëjnë me yshtjen fetare sipas Islamit. Dhe hoxhën Zoti e shpërbleft, u bë një kohë gjatë që ai viziton Shqipërinë herë mbas here, dhe kjo është vizita e tij e radhës. Zoti i Madh e shpërbleft edhe e nderoft. Ne kemi profesor të hershëm, po shumë vonë kemi mësuar prej shejhut ose prej hoxhës gjëra që nuk i kemi ditur më parë, ndoshta edhe gjëra që ne i kemi përmend në hutbet e xumas më herët. Nuk dua ta zgjas me këtë parathënien time, po dua që t'ja jap fjalën më njëherë shejhut, duke ju përmbajtur asaj që është njoftuar dhe duke pas parasysh faktin që shejhu hoxha do të ketë ligjërat gjithashtu nesër speciale vetëm për pyetjet që kanë bëjnë nga ana e besimtarëve në raport me tematikat në fjalë, pra yshtjet, magjit, mësyshi e kështu me radhë. Ndërsa sot, inshallahu taala, ligjërata e shejhut do të jetë si të mbrojmë veten, familjet, fëmijët tonë nga sherri, nga e keqja e shejtanëve, e djajve, e magjisë dhe magjistarëve e kështu me radhë. Kështu që pa humbur kohë, ja lejmë fjalën shejhut hoxhës, duke ju lutur Allahu xhelaluhu që ati t'ja shpërblej me të mirë, Zoti e nderoft, Zoti e lartësoft, ashtu siç na ka nderuar shejhu ne me ardhin e tij në këtë vizitë, Zoti atë e nderoft me xhenetet e tij më të mira dhe të gjithë ne bashk të gjithë. Amin. Falyatafaddal mashkuran ma'juran inshallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبابنا أهل ألباني، بلادنا القديمة، هذا المسجد جئناه وكنا نراه كبيرا لأننا كنا نصلي فيه 7 و10، والآن نراه صغيرا ضيقا ولكنه واسع بوجودكم. الله يرحمه. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur shqiptar, ndjehem i lumtur dhe i lumturuar që jam sot në mesin tuaj. Shqipëria faktikisht është vendi ynë i dytë, vendi ynë i vjetër që ne kemi vizituar me kohë. Dhe kjo xhami faktikisht, më specifikisht, ka qenë një xhami që për ne na u dukte shumë e madhe, nga që në të bëheshim 5 veta, 6 veta, 7 veta, e xhamia s'mbushej, ndërsa sot me këtë xhamat, me këta njerëz, xhamia duket e vogël dhe me sa duket ka nevojë për tajdid. Ne bëjmë një tërë inshallah. Fahmadullah ala ni'mat al-Islam. Duhet falendëruar i madhi Zot për mirësinë dhe begatinë e udhëzimit në Islam. Alhamdulillah. الناس يدخلون في الإسلام ويفرحوا، ولكن هناك وقت للغربلة للتصفية، فالذي يثبت يثبت. Njerëzit alhamdulillah në Islam ose e pranojnë Islamin ose futen në Islam tufa, mirë po vjen ai momenti i sitjes
aseten njerëzit dhe pastaj ka njerëz që qëndrojnë në islam dhe ka të tjerë që lëkunden. Kështu që patjetër njeriu do të kalojë momente sprovash ku njeriu ose qëndron ose fluturon. أحبابنا القدامى نعرفهم ويعرفوننا وعملنا في مجال الرقية الشرعية قديما في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد، وكل بلاد الإسلام والعالم يحتاج إلى العلم في هذا الطب النبوي. Normalisht që ne u bën një kohë gjatë që e ushtrojmë profesionin e yshtjes sipas Islamit, pra fetare të saktë, sepse ka dhe yshtje të gabuara, dhe normalisht këtu në Shqipëri e kemi ushtruar qysh përpara 30 vitesh afërsisht dhe kemi ardhur vazhdimisht dhe kemi bërë si më thënë kurse, trajnimesh, ndoshta ka qenë Shqipëria e para në gjithë rrezullin toksor që kemi bërë kursin e parë dhe certifikimin e parë të rukjexhive në gjithë botën. Kështu që ne inshallah taala do të vazhdojmë në këtë rrugë sa të na japi Zoti ymër dhe fuqi, po normalisht që është një fushë që ka nevojë për trajtim nga njerëz që janë specialistë. محاضرتنا عن حصنوا أنفسكم وأبناءكم من السحر وهذا الشيطان. Tema jonë që do të trajtojmë sot titullohet si të mbrojmë vetët tona dhe fëmijët tanë dhe familjet tona nga sherri, nga e keqja e magjisë, magjistarëve, e djajve të cilët neve i kemi përreth nesh. وقبل أن أبدأ لابد أن أقول كلمات. E përpara se të filloj temën time, do të bëj një hyrje të domosdoshme. حينما عزمت على المجيء سمع الناس فجاءت مئات الرسائل أوندو رقية أوفلا سي كوردوفي كور، فجاءت مئات الرسائل، وأنا الحقيقة يعني شخص واحد ولست 60 شخص. بس ممكن تمدد الرقابة. Ja, dha shumë përgjigje, mos mërzitni. Shejhu thot, vëllezër të nderuar, kur është dhënë lajmi se unë do të vi për vizitë, shumë vëllezër dhe motra pra kanë shprehur dëshirën që të kalojnë seancë yshtje, rukje tek hoxha, Zoti e ruaj. Mirë po thotë vëllezër, duhet me pas parasysh se unë jam një person, edhe mesazhet që kanë ardhur janë me qindra mesazhe të shpërndara në njerëz të ndryshëm, po edhe tek faqja zyrtare e shejhut. Edhe thot, unë jam një dhe nuk mund të menaxhoj gjithë situatën. Unë i thash i propozim kështu arabisht, i thash po mirë zgjat ditët, i thash. قديما جئت في عام 2007 قبل المجيء الأول في عام 93 جئت لأعطي دورات للخريجين حتى يصبحوا رقاة حتى يخدموا بلادهم. أنا واحد ما أستطيع أخدم كل العالم. Janë pikërisht hoxhallarët të cilët kanë mbaruar institutin ose kursin e rukjes tek unë, të cilët sot operojnë në Shqipëri, mashallah te barakallah, të cilët mund ta bëjnë këtë punë gjithashtu siç mund ta bëj edhe unë që jam një person. جاءوا 30 وأكثر من 30 ما بقي منهم إلا 3 أو 4. Faktikisht ai ishte një kurs që kishte në prezencë shumë që prezantuan, por ato që mbetën ishin afërsisht sa gishtat e dorës pastaj. جئنا 2009 قلنا دورة أقوى من الأولى، حضروا قلنا نريد الآن أناس لو قلنا له تذهب إلى الصين تذهب إلى فرنسا يذهب، أيضا ما رفع أيديهم إلا 5. Po kështu pra në vitin 2007, pastaj në vitin 2009 e njëjta gjë. والباقين تركوا هذا المجال الذي تعلموه وكانت الدورة أسبوعين تقريبا. Kursi ishte normalisht me një si themi me një kurrikull shumë të ngarkuar, ishte 2 javë dhe normalisht jo të gjithë ata të cilët kanë mbaruar kursin po e vazhdojnë ta ushtrojnë yshtjen tek njerëzit, sepse normalisht nuk është edhe, si më thënë, aq e lehtë që njëu të vazhdojë. والله نحن ندعو لكل مبتلى بالشفاء. Ne i lutemi Allahut në këtë moment dhe në këtë çast për çdo njeri që Zoti e ka sprovu, Allahu ta shëroj. Amin. وهذا الدرس إن شاء الله والذي بعده الناس كلهم لابد يتعلموا هذا الشيء. لماذا ما نتعلم كيف نرقي أنفسنا؟
O vëllezër, unë për këtë arsye po I mbaj këto ligjërata, sepse kjo është një situatë dhe një çështje shumë e thjeshtë. Gjithë secili prej nesh mund të bëjë rukje, mund të këndoj, pra mund ta yshti veten e tij, mund ta yshti familjen e tij, fëmijët e tij, nuk është një filozofi e madhe, nuk është një sekret që e din vetëm dikush për njerëzve dhe nuk e din tjerët. Pra çështja është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë, sepse vetë Islami në mësimet e tij është I lehtë. ما يجوز أن تعتقد في شخص أن عنده شيء ما عندنا شيء أنا بشر مثلكم. Pastaj mos të harrojmë, në Islam nuk lejohet që të besosh se një person ka fuqi të veçantë, apo ka energji të veçantë, apo menaxhon situata të veçanta, apo vetëm ai mund të bëj apo të nxjerrë nga situata. Besimi jonë është në Zot. Ja unë për shembull jam njeri, si gjithë njerëzit e tjerë. ولهذا دائما نذكر بعض المرضى يسمع هناك شيخ يذهب إليه ويطير بالطائرة وبالساعات تقول له كم قضيت؟ يقول ذهبت وأخذت مني الرحلة 3-4 أيام وقابلت شيخ يرقي نصف ساعة 20 دقيقة وذهبت عند شيء آخر كم مجموعها؟ يقول شهور سنين. نقول هل فعلت مثلها جلست مع الله تتكلم مع الله؟ يقول لا. لماذا؟ Ja do t'ju jap një rast edhe për këto raste që po thot shehu kam qenë dhe unë prezent kur I kam përkthyer. Njerëz që udhtojnë dhe bëjnë udhime të gjata, mojnë vesh për shumë filan hoxh, filan vend, hyp atje, mojnë vesh në filan vend atje, I ka shku jeta me udhëtime. Dhe në fund fare thot kur ka ardhur kam pyet, po mirë, ti a ke nejt ndonjëherë me Zotin me fol për hallin tat dhe për sikletin tat? Me ju qa Zotit, me I fol Zotit. Me nejt me I knu vetes. Me lexu mbi veten tate. A nuk mund ta bëjmë ne atë që e bën X hoxh apo Y hoxh? Apo janë disa njerëz që kanë aftësi të veçanta që si bën dot tjetër kush? Në Islam nuk funksionon kështu. الحقيقة قد يذهب الإنسان عند الراقي لأن الراقي عنده خبرة في هذا المجال 5 سنوات 20 سنة 30 سنة. نعم أذهب أستفيد من خبرته ثم أذهب أنا أعمل بنفسي وإذا ما عرفت أرجع أسأله مرة أخرى وأكمل بنفسي. Pra vëllezër, rukjexhiu, hoxha që merret me rukje, pra me yshtjen e vërtet islame, normalisht që ka eksperiencën dhe ka përvojën, sepse është shkencë si gjithë shkencat e tjera. Dhe është mjekësi profetike që mësohet edhe përfitohet në bazë të eksperiencës. Po pastaj, mbasi e takojmë rukjexhiun ose hoxhën që bën rukje, çfarë duhet të bëjmë? Duhet ndjekim këshillat dhe porositë e tij, dhe pse jo mos ndjekim recetën dhe porositë e tij. طبعا أكثر المرضى يرون حالته أصعب حالة ما أحد عنده ابتلاء مثله. Normalisht gjithë secili I sprovuar me këto lloj sprovash, mendon se sprova e tij është sprova më e madhe dhe nuk ka njeri më sprovuar se sa ai. وإذا ذكرنا له قصص ممن يبتلوا ابتلاء شديد يقول سبحان الله أنا ما عندي مثل هذا. E kur ne I tregojmë atij histori dhe ngjarje që na kanë ndodhur me njerëz, dhe ai ngjon se çfarë ka ndodhur faktikisht, thot prit se unë qekim shumë mirë në krahasim me çfarë pas ke kaluti. فاعذروني يعني إذا الناس قالوا الشيخ جاء وما فعل رقية مثلا اليوم كله والله قرأت على يعني استقبلت حالة واحدة ما أستطيع وهذه الحالة من قبل رمضان تكلموا معنا إذا جئت البانية قلنا إن شاء الله وتواصلوا معنا بالإيميل فالذي ما تواصل صعب أن الآن أنا أستقبل كل هذه الحالات. Prandaj e bëra këtë parathënie thjesht për treguar që unë nuk kam edhe mundësi, po edhe fuqi sepse njeriu do të kënoj, do t'i rinë kokë punës. Sot për shembull kam pas vetëm një rast që kam marrë përsipër, nga që ishte një rast që I kishim premtuar qysh përpara Ramazanit, edhe nuk mund ta të bëj më shumë për shkak të angazhimeve të tjera që kisha, sepse unë nuk merrem vetëm me këtë gjë, kam dhe lëvizje dhe gjëra të tjera. ندخل في محاضرتنا عن موضوع السحر ونحصن أنفسنا وأبناءنا من السحر. الاسم غريب لماذا أبناءنا من السحر؟ O vëllezër, atëherë le të kthehemi dhe motra, le të kthehemi edhe një herë tek tema jonë. Si të mbrojmë veten, familjen, fëmijët tan nga magjia. Domethënë magjia dhe fëmijët, çfarë lidhje ka magjia me fëmijët? اخترت هذا لأننا تكلمنا كثير عن العين وأن العين تصيب الأطفال وتصيب الكبار.
ما تكلمنا عن السحر في هذا الباب. Zakonisht ne kur flasim për mësyshin, flasim më shumë mësyshin që godet, le të themi, shëndetin e njerëzve, pasurinë e tyre, suksesin e tyre, fëmijët e tyre, sidomos se fëmijët janë ata që i kap më shumë të mësyshi. Mirë, por nuk kemi trajtuar asnjëherë temën që të ketë lidhje magjia me fëmijët. Për këtë arsye mendova që ta trajtoj këtë temë sot. نحن كمسلمين لابد أن نؤمن أن هناك شيء اسمه سحر، وجاء في كتاب الله في سورة البقرة وفي سورة الفلق وغيرها أن هناك شيء موجود اسمه سحر ونؤمن ونقر به. هناك أناس من المسلمين يقولون أنا ما أؤمن به. Vëllezër, si më thënë, ta ndërtojmë mbi disa baza. E para gjë, magjia ekziston dhe ka efekte. Për këtë ka folë Zoti në Kur'an, në surën El-Baqara, po edhe në surë të tjera, po kështu edhe në surën Felek e kështu me radhë. Pra ekziston si fenomen dhe ka efekte, pra ndikon në jetët e njerëzve, në shëndetin e tyre, në mbarësinë e tyre, në suksesin e tyre e kështu me radhë. Kjo është e para, pra ekziston, besojmë se ekziston si fenomen dhe është e përmendur në Kur'an dhe në Sunet. هل يقع السحر على الكبار؟ نعم، كلنا يعرف هذا الأمر. Normalisht magjia ndikon tek njerëzit në përgjithësi, tek të mëdhenjt, okay, e dim gjithë. طيب الصغار نقول كيف يقع عليهم السحر وما هي المصلحة ولماذا؟ Atëherë pyetja lind, po për fëmijët ose në fëmijë, a mund të ndodhi që të ndodhë dhe t'japi efekte magjia? Këtë do të trajtojmë. Pra nëse jep efekt, po si ka mundësi? Ç'lidhje kanë fëmijët? Se zakonisht kur i bëhet magjia, kujt i bëhet? Të mëdhenjve. Po atëherë fëmijët pse preken? الواقع يشهد بهذا عند الرقاة وعند المرضى وأهليهم. Atëherë, të gjithë rukjexhit, pra njerëzit e specializuar në këtë fushë, dëshmojnë se në realitet ka fëmijë të prekur nga magjia. ويشهد عليه ما في كتب السحرة من أعمال سحرية، كيف يسحرون الطفل حتى يموت، أو يسحرونه حتى يتغير، أو يسحرونه حتى لمنع الرضاعة من الأم. Po, kjo ekziston, madje thot ne kemi hasur, nga që shejhu është i specializuar në këtë fushë, kemi hasur kur na kanë sjell njerëzit librat, mbasi janë penduar nga magjia, dhe na kanë sjell librat e magjistarëve, pra njerëzit e penduar, kemi parë aty magji për fëmijët, që të ndryshojë karakteri i tyre, sjellja e tyre, që të largohen nga prindrit e tyre. Madje kemi gjetë thot në një rast një nga këto librat magji për fëmin që mos pi nga qumshti i nonës. وفي شيء كلكم تعرفونه، هناك سحر ليس الأطفال، سحر الجنين في بطن أمه حتى يموت. Prit se ka edhe më zi akoma, ka magji për foshnjët në barkun e nonës që të vdesin, pra në barkun e nonës pa lind. Pra jo vetëm fëmijëve, po edhe foshnjëve në barkun e nonës. ويقع ويحدث هذا. Kjo është, ekziston, pra ka ndodhur kjo gjë dhe dihet për ata që janë të kësaj fushë. وهناك أسحار تقع على الأسر من أسر أخرى لتدمير الأسرة كلها، الأم، الأب، Ose i bëhet magjia gjithë familjes dhe i kap magjia gjithë, me prindër, me djalë, me nuse, me vajzë, me gjithë. Edhe fëmijët i kap sepse është bërë magjia për gjithë familjen. يبقى الرجل عشرات السنين يذهب بأبنائه إلى المستشفيات وعمليات، وبعد هذا حينما يبدأ ويبحث في أمر الرقية والطب النبوي يقول والله تأثروا بالقرآن نفس التأثر الذي كان يشتكوا منه نذهب به إلى المستشفيات. Për shumë kemi pas raste thotë që personi kishte kohë gjatë që shkonte në spitale dhe kudo, dhe kur ka filluar pastaj të bëjë rukjen, ka parë që efektet e rukjes kanë qenë njësoj si efektet e ilaçit. كم صرفت على أبنائك في المستشفيات؟ يقول هكذا تقول أنتم كثير. Thot, kur e pyesim për shkak sa ke harxuar për fëmijët në spitale, thot shumë. S'bëhet fjalë, sepse njeriu për fëmijën e vet, domethënë spyt se sa harxhon. Thot kështu na kanë ndodhur me fjalë raste. Pra është edhe tek fëmijët, ekziston edhe tek fëmijët, jep efekt edhe tek fëmijët. Pra këtë shehu do që të
të sjellin në mesin tonë pra. عرفتم الأطباء وعرفتم الأدوية وعرفتم كيف تتصرفوا مع أبنائكم إذا جاءته الحالة من الناحية الطبية، لكن ما عرفتم ما هي حقيقة هذه الأمور، وقد تكون عينا أو سحر أو هذا شيطاني. Pra, siç interesohemi dhe mësojmë le të themi simptomat e fëmijëve kur smuren, çfarë duhet të bëjmë, ku duhet shkojmë, ku duhet të interesohemi, nuk duhet lëmë bazdore edhe këtë pjesë. Pra, nëse preken nga pjesa e magjisë, si duhet të reagojmë, çfarë duhet të bëjmë, si duhet i kënojmë e kështu me radhë. قد يقول قائل أنا ما عندي أعداء يسحروني أبدا. Thot, ndonjëri mund thotë disi është puna, okay, ka magjistar, ka magji, po unë nuk kam armiq që të më bëjnë magji, kështu që s'më intereson fare kjo pjesë. أقرب لكم الموضوع أكثر. هل تعلمون أن كثير من النساء يذهبون عند الهوجة، مثل ما تقول يذهبون عند الهوجة حتى يكتب تمائم، صحيح أو لا؟ Atëherë do t'u jap një shembull më të përafërt. Ju dini për shembull se ka shumë gra që shkojnë në për të ashtëquajturit, yshtësa ose hoxhallarët, cilët bëjnë nuska. في كثير من البلاد إسلامية وغير إسلامية. Në shumë vende, qofshin këto vendet islame apo vendet jo islame. الأم ذهبت عند هذا الشخص هو ساحر، ذهبت تريد أن تحفظ ابنها ولكن ذهبت سحرت أطفالها. Për shembull, nona ka shku tek një nga këta mashtruesit, nga këto magjistarët që jeton vetes hoxhallar, dhe ka shku me bë diçka për fëmijët që t'ia ruaj Zoti apo t'ia ruaj nga e keqja. Faktikisht ju ka bërë magji atyre. Ajo nuk e di që ju ka bërë magji. حالة من الحالات التي كنا نقرأ عنها قديما، يعني يخبروننا يقولوا يا شيخ يعني هناك قريب لنا ذهب حتى يصنع شيء حتى نحن نقف من الرضاعة، حتى يعني نحن ما وقفنا من الرضاعة، فأخذ خيط هكذا ويسحبه عند الفم، خلاص وقفنا من الرضاعة، سحرهم، هذا سحر، متأثرين به إلى أن كبروا. Kam një rast thot, për shembull, le ta përmend si rast, tregonte personi që nëna kur donte t'u apriste gjirin fëmijëve, kishte shku diku, kishte pyet dhe i kishin thonë ato merr një fije peri, veja fëmis ke buzët, lidhe dhe fryn diçka e tillë me fjalë. Thot faktikisht fëmijët e kishin lënë gjirin e nënës, pra nuk më disnin më, mirë po ju kishte mbet efekti i magjisë derisa ishin bërë të mëdhenj. Pra bëri magji nëna pa dashje. وهناك من الأمهات من تأخذ بناتها على الخصوص صغار، وهذا يشتهر في بلاد ليبيا وفي تونس وفي المغرب وفي الجزائر، تأخذها حتى تصنع لها شيء حتى ما يقربها أحد إلى وقت الزواج، فإذا جاء وقت الزواج تذهب حتى تفك ذلك الرباط وتتزوج. Për shembull disa vende të Afrikës, siç është Libia, Tunizia, Algjeria, thot shkojnë këto gratë, domethënë për gocat e tyne dhe tek këta njerëzit, edhe bëjnë diçka që gocës mos t'i afrohet kush derisa të vi vakti i martesës. Kur i vjen vakti i martesës, shkojnë prapë tek këta tipat, edhe e zgjidhin ata, edhe lirohet puna me fjalë. وغالبا وخاصة في هذا الزمان بعد ما أصبح الوعي عند الناس وتنشأ هذه الفتاة وتصل إلى 40 وإلى 50، وكل ما يتقدم أحد ما يستطيع لأنه أصبح مع ذلك السحر مس في ذلك الجسد يمنعها من الزواج ويؤذيها حتى في عبادتها. Domethënë ka pas një rast tot që kishte shku 40-50 vjeç pa martu. Po pse? Se s'largohej më dreqi nga trupi i saj, sepse pavarësisht se kishin shku për ta zgjidh, ai nuk u zgjidhte, si më thënë, edhe nuk lejonte njëri që t'i afrohej asaj, apo nëse i afrohej dikush për martesë, ja neveriste këtë punë. إذن الأمهات قد يسحرون أبنائهم. Pra ndodh me dëshirën e mirë të bëjnë hapin e gabuar nënat e të dëmtojnë fëmijët e tyre. ورأينا أسحار تقع على الأبناء إما من طرف الزوج أو من طرف الزوجة إذا حدث انفصال أو شجار، وهذا أخذ الأبناء وذهبت، فهذا إما يفعل هؤلاء أسحار أو هذا يفعل هذا أسحار حتى يكرهوه ويرجعوا هنا، لكنهم ينشأوا بين الشياطين. Ose ka raste, për shembull, sidomos në rastet e divorcit, që shkojnë fëmijët me njërin prej prindërve, prindi tjetër, Zot na ruaj,
shkon dhe bën diçka të tillë në mënyrë që t'i afroj fëmijët nga vetja dhe t'i largoj nga bashkëshortja apo t'i largoj nga bashkëshortja. Mirë po ky ose kjo harron që po i lën fëmijët në kujdestarinë e djajve dhe të shejtanëve sepse është duke bërë magji. يأتي الرجل يقول أبنائي يحبون يأتون عندي فجأة يشتمونني ما يريدوا يأتوا ما أدري ماذا حدث نقول ارقيهم يقول من ماذا يعني نقول هذا التغير غير طبيعي فحينما يرقيهم أو يضع لهم ماء مقروء في الطعام أو غير ذلك يرجعوا يحبوه نقول لعل أمهم فعلت شيء أو شخص فعل شيء. Kemi pas raste për shembull që tregon njëri thotë fëmijët ndojshin sa herë vishin, kënaqeshin me kujtë. Në një moment caktuar ndryshun, si më thënë, në moment. Edhe çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, i tham që kënoi fëmijët se mund të ketë diçka. U kënon ujit, i kënon ujit ai, edhe e pinu, kthehen fëmijët ashtu siç ishin. Atëherë i tham që këta fëmijë kanë nevojë për yshtje sepse në momentin që ndodhi kështu do të thotë se ka diçka që është jashtë tyre që ndikon te këta fëmijë. Pra gjithë ideja e shejkhut është që të vërtetojë se edhe fëmijët preken nga magjia. أما أذى الشياطين فبين أيدينا أحاديث للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن نكف أبناءنا عند فوهة العشاء وقت المغرب أن يخرجوا لأن للشياطين انتشار ولهم خطفة. Kjo ishte për sa i përket magjisë. Po shejtant apo djajt a mund të ndikojnë tek fëmijët, mund t'i dëmtojnë fëmijët? Për këtë kemi një hadith shumë të kthjellët dhe shumë të qartë, i cili thotë në kohën e perëndimit diellit mbajini fëmijët brenda, se është koha kur shpërndahen djajt me punët e tyre. Dhe normalisht në momentin që ata shpërndahen, edhe dëmtojnë njerëz. Kështu që mund dëmtohen fëmijët dhe hadithi është i saktë edhe i qartë. وتكلمنا في محاضرات كثيرة عن أذى الشيطان للإنسان أنه ما يترك لا صغير ولا كبير ولا يتركه ولا لحظة واحدة. Edhe kemi folë edhe më herët rreth kësaj teme, ku kemi thënë se shejtanët apo shejtani apo djajt, domethënë nuk i ndajnë njeriu, pra kanë, si më thënë, kanë mision këtë punë, që njeriu ta dëmtojnë, që njeriu ta shqetësojnë, që njeriu ta vënë siklet, që ta angazhojnë nga adhurimi i Zotit, nga familja e kështu me radhë. Pra, si më thënë, është një ushtri e keqe, e cila mundohet në gjitha format që njeriu ta nxjerrë nga qëllimi se përse e ka ardhur këtë botë, nga familja, nga suksesi në jetë e kështu me radhë. إذا جئت تدخل البيت تقول بسم الله جئت تأكل الطعام تقول بسم الله جئت تدخل الخلاء تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Për këtë arsye thuhet në Islam se njeriu për çdo gjë duhet bëj bismillah kur del nga shtëpia, kur futet në shtëpi, kur futet në banjo, kur han ushqim, kur heq rrobat, kur pin, gjithmonë përmeni Zotin. Pse? Sepse ata vinë dhe prezantojnë. Dhe në momentin që ti përmend Zotin, e ke ruajt veten. Po se përmend Zotin, ata bëhen ortak me ty, madje edhe në marrëdhënie seksuale. حتى إذا كان الرجل مع زوجته يسمي الله حتى لا يؤذيهم الشيطان في ليلتهم. Domethënë siç është përmend në hadith që pejgamberi sa na ka mësuar që kur të jemi me bashortet tona në shtrat të përmendim emrin e Zotit në mënyrë që shejtani mos bëhet me ne në këtë moment. الآن لو سألنا سؤال سريع كلكم تعرفون هذا الكل سيرفع يديه. Po të pyesun tani, këto që thashun a i dini të gjithë ju i dini këto gjëra që unë thash dhe ju mund ta grini dorën. Ja këto që përmeni ky që duhet me bëj bismillah dhe kur a i dini ju këtë gjë vëllezër? Po. النساء يقولوا po كمان. Edhe gratë në pas për të pyet thonë po. الحمد لله. هل يطبقون؟ تكذوبش. الحمد لله. لكن هل أبنائكم يعرفون الذي تعرفوه؟ E para, a e zbatoni faktikisht? Inshallah. كم واحد؟ شوف رفعوا 5. E dyta, fëmijët e juaj, a e din këtë gjë që dini dhe ju? A e zbatojnë këtë gjë që e zbatoni ju? Pra edhe fëmijët duhet bëjnë bismillah kur hyjnë në أبناؤنا shtëpi. يعرفوا هذا أحسن منا اللعب. Ato lojat i dinë shumë mirë thot, po këto gjërat, pra siç themi ne, duhet me bëj bismillah kur del për shtëpi, kur futesh në shtëpi, kur han, kur pin, kur futesh në banjo, për çdo kur heq rrobat, kur vesh rrobat, këtë duhet ta bëjnë edhe fëmijët faktikisht. Sepse kjo nuk është e veçantë për të mëdhenjt. Islami thot kur vesh rrobat, nuk ka caktuar mosh, kur han ushqim, nuk ka caktuar mosh. Kur futesh në banjo, nuk ka caktuar mosh. Përndryshe, do ta dëmtojnë shejtan.
ashtu siç dëmtojnë njeriu në madh. هل هذا جناف ولا Sepse طبعا هل هذا جناف ولا ليس جناف في حق أبنائكم؟ a nuk keni hyrë gjunaf, thotë nëse nuk keni mësuar fëmijët e juaj këtë gjë, apo jo? Hyn gjunaf njeriu nëse nuk ja mëson fëmijës tij këtë gjë. هكذا كانوا يعلموا الأطفال عندنا في فترة الصحوة. يأتي الابن يريد يأكل ما تأكل، قل قدم باليد اليمنى وتأكل من هنا، يريد يأكل ما في يضربه، هكذا 20 مرة حتى يتعلم مثل المدرسة. Për shembull, ka qenë edukat në kohën tonë, në brezin tonë, kur ne jemi rrit, kur domethënë prindi e edukonte fëmin që të bëj bismillah, të haj me dorën e djathtë, të ulet me bismillah, të ngrihet me bismillah, të heqë rrobat me bismillah, dali nga shtëpia me bismillah, derisa ti bëj atij edukat 20 herë, 30 herë, 40 herë, derisa ai ta fiksonte që duhet bëj bismillah në çdo moment. يعلمه كيف يلبس الحذاء الرجل اليمنى، يريد يدخل اليمنى في اليسرى الصغار هكذا، قل لا اليمنى يتعلم أقل شيء أسبوع يصبح ويقول بسم الله، وإذا نزع ينزع اليسار. هذا التعليم ما يأخذ منك شيء، أنت تحتسب الأجر عند الله أنك تعلمه. ينشأ الابن يعني على طريقة صحيحة. Pra ideja për çdo gjë, për çdo situatë, për shembull themi ne për shembull kur vesh kputucët, fëmijët zakonisht ngatrojnë komët apo ja fusin të majtën përpara, pastaj të djathtën. Jo, ti mësojsh që të fusin djathtën, pastaj të majtën. Gjëra të vogla, mirë po bëhen edukat, edhe njeriu ti mbeten dhe japin efektet shumë më vonë. Ama nëse ne i neglizhojmë, fëmia do të angazhohet me gjëra të tjera dhe këto gjëra do t'i bëhen vështira kur të rritet. قديما الموضوع كان أسهل من الآن، لأنك تعلم ابنك ما في شيء يغير عقله. الآن ابنك عقله متغير أصلا. Normalisht në kohët tona kanë qenë punët më lehtë. Në edukimin e fëmijëve tonë ka qenë pak situata më e thjeshtë, ndërsa në këto kohë që ne jetojmë unë shoh që edukimi i fëmijëve është bërë, domethënë i vështirë, sepse fëmia ka shumë gjëra përpara vetes tij, të cilat e bëjnë le të themi arsyeën e tij, logjikën e tij të angazhuar dhe të ngarkuar. Pra fëmia është i ngarkuar, qysh i vogël, ai është i ngarkuar me gjëra që faktikisht s'duhet të jetë i ngarkuar me to. الشجرة حينما تطلع وتبدأ تميل هكذا يتركوها هكذا ويربطوها بحبل حتى تصعد مستقيمة، وبعد ما تقوى يتركوها. E ke parë pemën nëse rritet shtremt, vazhdon shtremt. E nëse e lidh me diçka dhe e man drejt, ajo merr drejt dhe pastaj mund ta kpusësh atë litarin apo rripin që e ke majt pemën. Kështu ne duhet të edukojmë fëmijët tanë që të rinë drejt. Sepse po morën shtremt, do të jetë shumë vështirë pastaj që ti kthejmë edhe një herë në xhadë, në rrugë të drejtë. والمسألة والله صعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. E kjo është përgjegjësi përpara Zotit, siç kemi përgjegjësi përpara Zotit për adhurimet, për halallin, për haramin, kemi përgjegjësi përpara Zotit dhe për fëmijët tanë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ju të gjithë jeni përgjegjës dhe të gjithë keni për dhënë llogari për atë që është nën vartësinë dhe përgjegjësinë tuaj. أنت مسؤول عن زوجتك وزوجتك مسؤولة في بيتها عن الأبناء وعن الأولاد. Bashkëshorti për familjen, bashkëshortja për fëmijët, e kështu me radhë, gjithë ne nuk dalim dot nga përgjegjësia. كثير من العلماء كانوا يذكروا يقولوا ما أمرنا أن نجعل أبنائنا مثل الغنم والكذا نضع فقط لهم الطعام لا، من أجل أن نخرجهم أناس يخدموا هذا المجتمع ويكون فيه مثل النور. Pra nuk është ideja që ne të ushtrojmë mbi fëmijët diçka që t'i bëjmë ata sikur më qenë nën diktat. Jo, ideja është që ne të rrisim fëmijët të cilët e adhurojnë Zotin, bëjnë vepra të mira, rriten me frymën e mirësisë në mënyrë që të jenë inshallah taala si dritat në shoqërinë ku ato jetojnë, që njerëzit udhëzohen nëpërmjet tyre. جئت أزور أحد الإخوة في بيته فجاءت ابنته ذات ال5 سنوات تسلم علي، فقلت لها أهلا حبيبتي، فوضعت يدها على رأسي تقول لي بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك. الطفل Shkova në vizitë tek një vëlla musliman thot, edhe erdhi goca e tij e vogël, thot ishte e vogël, kam umra? 5. Ishte 5 vjeç thot goca,
Edhe sa erdhi që më pa mu, unë i thash hajde, sa më pa mu, filloj të thonë, thë goca, Bismillahi arkika, Allah ju shfike, min kulli daj një dhik, min kulli hajnë min kulli shenajnë. Dhe më thënë, ishte mësu fëmija, kishte mësu që hoxha është ai rukjes në fjallë dhe i kishte mësu duat. Kështë këtu mund kesh, ndoshta 30 vjeçar, 20 vjeçar që si din këto që dita e 5 vjeçarja. قال قرأنا على أبنائنا ونقول لهم تعالوا اعملوا تطبيق فينا حتى واذهب اقرأ على أختك الصغيرة ويقرأ تفرح تنشأ خلاص. Thoshte prindi i saj, ne ju bëjmë rukje fëmijëve dhe i themi fëmijëve hajtë na bëni ju rukje neve. Dhe fëmijët i bëjnë rukje njëri tjetrit. Edhe fëmijët e marrin me qejf, e marrin me gëzim këtë punë dhe e marrin si diçka që është normalitet. تعرفون أن هناك رقاء أطفال عند الغرب رقاء أطفال يرقون الناس عند الغرب في بلاد الغرب قل لهم تعرفوا هذا الكلام لا ما نعرف. طيب قل لهم هذا. Di për shembull ose nuk e di, do t'ju bëj një pyetje thotë, a e dini që në vendet perëndimore ka fëmijë që ju bëjnë rukje njerëzve, keni dëgjuar për këtë? Unë i thash për vete hera parë që ngjoj. عندي مقاطع رأيتها يعني من ناحية فرحت يعني للمنظر وحزنت قلت يعني نحن أولى بهذا يأتون بطفل صغير والناس كبار وهو يقرأ عليه وهو يقرأ بعضهم يعني يسقط ويتحرك وهذا يقرأ بشدة بقوة عنده يعني نفس قلت أين أطفالنا. Kam parë unë thot, video, fëmijët vegjël thot, dhe vinte ka i njerëzit të mëdhej, kështu dhe ju kënon fëmia thot me mikrofon se zoni i vogël i dobët, thot dhe njerëzit që binë që rrëzohen. U kënaqja thot nga njëra anë, që shoh fëmijë që mashallah e kanë kuptuar këtë gjë, po edhe më vjen keq pse duhet të jenë fëmijët që merren me këtë punë, duhet të jenë të mëdhenj. Ne jemi më meritor për të dalë, si më thon, mballë kësaj pune se sa fëmijët. ومرة جاءت امرأة مريضة وقلت لها من يعني تذهب يعني من قالت يعني بعض أوقات ابني يرقيني فقلت لها يعني كم عمره قالت عمره 12 عاما قلت كيف قالت هو في التحفيظ وخلاص يقرأ وأتأثر وأرتاح هذا الموجود لكن 12 سنة يرقي أمه يقرأ بقلبه أين أبناؤنا أين نحن من أبنائنا. Thot një rast tjetër erdhi një grua thot për të kënduar dhe e pyeta thot këtë gruan, kush të kënon ty? Tha më kënon djali 12 vjeç. I thash po ku ka mësu djali? Tha djali është në tahfidh, po mëson Kur'anin përmendesh, edhe më kënon edhe më jep efekt kënimi i djalit tim, sepse normalisht ai kënon me zemër, kënon me shpirt edhe i jep efektin e vet. أنا أعلم أني لو قلت كيف الأمر يا جماعة تقول والله يا شيخ لو تعرف أبنائنا كيف ادعوا لنا صحيح كل واحد عنده مشكلة في أبنائه. A janë fëmijët tanë të tillë jo? Unë bilet më pas për të thonë, më pas për të pyet për gjendjen dhe për situatën, ju mund thoni që të bëj dua Allahut për fëmijët tanë, sepse ndoshta kanë probleme shumë më të mëdha se sa me fol tani për rukjen, që me bë rukje. A është e vërtetë apo jo? Kanë halle më të mëdha se sa me bë rukje. Allahu i drejtoft ata dhe neve. Amin. هل نستطيع نغير عقول أبنائنا بالمال؟ نعم نستطيع. A mund ndryshohet mendja e fëmijëve nëpërmjet parave dhe lekëve? Mund ndryshohet. عندنا مثل في بلادنا يقول ابني ولد ولا تبني بلد. Kemi ne thot një proverb në vendin tonë që thot ndërto një fëmijë, mos ndërto një qytet. تذهب في العمل من أجل تجمع المال يذهب وقتك وهذا تركته لا أنا سأجلس هنا أعمل أي شيء وهذا لابد يعني يكون تحت عيني. Çfarë ndodh me njeriu, harxhon gjithë kohën e tij, se thot dua që ti ushqej mirë, ti përgjigje me ku dëgjon etj dhe nuk ka kohë me humor me fëmijët e tij. Dhe çfarë ndodh me fëmijët, dalin durësh, këtij rroft që i është përgjigj fëmijëve për sa i përket pjesës së ushqimit, për pjesës materiale, ndërkohë që fëmijët i kanë dalë durësh. Ndërkohë që njeriu më mirë ti përkushtohet fëmijëve të tij, se sa të harxojë kohën e tij në gjëra të cilat nuk janë, domethënë, të aq të rëndësishme dhe të edukoj fëmijët e tij dhe të rrisi fëmijët e tij. الذي يفعل هذا ويكثر الدعاء بأن يصلح الله سبحانه وتعالى أبنائه ويجتهد معهم في هذه الأمور ويرقيهم لأن الشياطين إذا تسلطت على الإنسان تصرفه عن الدين. O vëllezër, njeriu ti kushtohet fëmijëve të tij, ti kënoj fëmijët e tij. Pse? Sepse ne e tham,
djajt dhe shejtant ndikojnë edhe tek fëmijët. Po mund të jetë ftohja e tyre nga feja, nga besimi, nga namazi, mund të jetë si pasojë ndoshta jo e magjisë, po mund të jetë si pasojë e shejtanëve dhe drejqenve. Atëherë kush do të merret në këtë punë? Nëse ti rri gjithë ditën në punë, gjithë kohën në punë, gjithë jeta jote të shkon në punë, atëherë si do të merrem me fëmijët tanë? Kush do të merret me fëmijët tanë? Do të merret shoqënia, pastaj do të merret rruga. مثل ما أحمي ابني من البرد وأحميه من المخدرات وأحميه من أصدقاء السوء لابد أنا أحميه من هذه الأمور التي نحن ذكرناها. Pra ashtu siç kujdesemi për shëndetin e tyre, për ushqimin e tyre, për ftohtin, për ngrohtin, ku dëgjon etj, për arsimin e kështu me radhë, duhet kujdesemi për imanin dhe për besimin e tyre. ولو أخرج المال في هذا. S'ka si problem që edhe me shpenzu për këtë punë. Edhe me shpenzu nga pasunia për këtë punë, as problem nuk ka. Më mirë shkurtojmë ca gjëra nga, le të themi, nga komoditetet, dhe nga dëshirat, dhe të harxojmë paret këtu në edukimin e tyre, se sa të plotësojmë komoditetet e na ngelin fëmijët çyryk për sa i përket fesë, besimit, namazit, e jo më pastaj me fol për rukjen. إذا مت اليوم سيأخذوا الفلوس ويتقاسموها وهم على حالهم. Ja të japim, si më thënë njësi, mendje. Vdiqet i sot, do të morin pasurinë tate, do të shpërndajnë, do të ndahet, dhe ata janë në një gjendje të tillë. Pra çfarë përfituan prej teje? قال أحدهم لي ممن يسكن في أمريكا قال تعجبت في حال بعض الأمريكان ماذا يصنعون مع أبنائهم. يقول يأتي الابن يقول لأبي أبي أريد يعني أذهب مع أصدقائي أريد $5. يقول جيد يصنع الحشيش هذا نظفه في الحديقة يذهب بسرعة ينظف يأخذ $5 يذهب. يقول أبي عندي في رحلة مع المدرسة أريد $25. يقول جيد يطلع يصنع هذا القرميد الأحمر فوق خربان يطلع يصلحه في نصف ساعة ويذهب. يكبر يفهم أنه ما في شيء يأتي إلا مقابل شيء. نحن نعطي أبنائنا هكذا يبكي نعطيه فأين المقابل حتى لله ما نعطي لا. Për shembull në Amerikë tregohet e njëri për vëllezërve, thot edukat, thot fëmia du $5, thot se do të dal me shokët. I thot ai prindi, okay, pastro kopshtin, edhe hajde merr $5. Kemi një ekskursion me shkollën. Thot ai, okay, rregullot tjegullat, se në prish, edhe hajde merr $50 e kështu me radhë. Pra ti mësojmë me punë, me dashuri për punë, ti mësojmë me adhurim, me dashuri për adhurimin e Zotit, në mënyrë që të rriten nesër pas nesër me Zotin dhe me aktivitetin dhe me punën të çajnë përpara. Përndryshe do të mbeten parazit edhe çfarë të dali pastaj ajo mënyra e shpejt e pasurimit që është e gjitha në haram. الأمهات عليهم مسؤولية كبيرة في هذا الأمر. Edhe motrat besimtare, pra nënat, duhet të dinë se kanë edhe ato një përgjegjësi të madhe për këtë gjë. ولهذا قال الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. Për këtë arsye në poezi poeti ka thënë, nëna shkollën vete, nëse ti e rregullon atë, ke rregulluar një brez të tërë. إذا قلنا يا أجرون أو يا فلان ها ما هو حل يقول زوجتي ما تهتم زوجتي تكلمت معها كثيرا نقول اصلحها الفلوس تصلح كل شيء اخرج. Po të pyesësh në një për shembull, thot, ti thush agronit Hasanit Rexhepit, ti thush, "Ora, ha, si është puna?" A thot, "Vallai, gruaja vështirë, thot se smeret e kështu." Rregulloje, thot, qit para nga xhepi, thot, dhe rregulloje këtë mohabet. Se ne mësuam të nxjerr para vetëm për gjëra të rëndësishme, po ka gjë më të rëndësishme sa kjo. نعم هي ستأخذ أكثر إذا مت ستدخل تقرأ في سورة النساء أبوها موجود كم لي ربع لي نصف تأخذ يعطيها من الآن. Më mirë thot të jepja që është tani. Edhe kur ja jep që është tani, edhe fëmijët edukohen me besim, me iman, rriten mirë, se në fund fare s'ke për të marrë gjë me vete. فإذا خرجت من الحياة يقول ما ترك شيء هو لكن أعطانا إياها في حياته ليس مشكلة. Se po vdiqje thot, po vdiqje dhe ua ke thonë sa ke qenë gjallë, të kujtojnë me dua, me lutje. Po ashtu mas vdekjes thonë, sa pas ka pas na ka thonë asgjë. وهناك بعض الإخوة فعل هذا زوجته أصبحت مدرسة بعد أن كانت جاهلة. Dhe raste thot që
kanë ndryshuar taktik burrat me familjet e tyre dhe ka pas efekte shumë pozitive, domethënë saqë ka pas raste që janë kthyer nga njerëz me shkollë normale në mësuese. ما هو الحل؟ Atëherë zgjidhja سهل أن الإنسان في نهاية الأسبوع يأتي بأبنائه وزوجته يجلس معهم ويعطيهم نصيحة حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين لهم فائدة التحصين حتى لو يسمعوا من هنا ويخرجوا من هنا، يعطيهم هذه الفوائد ثم يجلس يقرأ عليهم ما تيسر من آيات الرقية موجودة في كل مكان، يضع النية ويقرأ. ما في شيء الحمد لله في شيء. Unë do të jap një propozim. Çdo fundjavë mbledhuni me familjen, përmendni këto mirësitë e fesë, besimit, namazit, e mbrojtjes, pavarësisht se kanë mendjen shumë kalamajt, nuk ka problem. Se ti do ta bësh këtë javë për javë dhe do të mbetet diçka. Me të mbaruar, fillo lexo ca ajete që janë për rukjen, El Fatiha në ku dëgjon e tjerë, ti e ke kudo në përfaqe interneti, në celular, e ke kudo ajetet e rukjes, knoja dhe këtë përsërite vazhdimisht dhe boje vazhdimisht. ماذا يمنع أن يكون الماء الذي في بيتك قد قرأت فيه شيء من كلام الله؟ A do të pinë njerëzit ujë në shtëpi për shembull? Po. Ku është problemi që unë këtij ujit i kem knu disa pjesë nga Kurani dhe njerëzit pinë ujë të knum? Ku është problemi? Asnjë problem s'ka. الزيت في البيت، العسل في البيت، كل هذه. Vaj në shtëpi, mjalti në shtëpi, pse mos t'i knohet, dhe t'jeti i knum? A është fjala e Zotit bekim? Atë lëshoje bekimin e Zotit tek mjalti, lëshoje bekimin e Zotit tek uji, lëshoje bekimin e Zotit në ushqim kudo, sepse është fjala e Zotit. Kështu pra se nuk është një filozofi e madhe, nuk është një çudi e madhe, një sekret kjo punë. Thjesht ka nevojë me qenë të vëmendshëm. أتابع أبنائي في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي الأذكار الأخرى. I ndjek fëmijët e mi në rregullsinë e tyre në namaz. I ndjek fëmijët e mi në rregullsinë e tyre në namazet nafile, i ndjek fëmijët e mi në rregullsinë e dhikrit të mëngjesit dhe dhikrit të darkës. من الحاضرين أبنائهم يحفظون الأذكار؟ Doja të dija për shembull nga vëllezërit që janë prezent dhe motrat, sa nga fëmijët e tyre dinë dhikrin e mëngjesit dhe të darkës përmendesh. لا أبنائهم ليس أنتم. Se keni fëmijë, e jo ke fëmijë. يعني هنا اثنين أبناء رفعوا. هؤلاء سيعلموا أبنائهم. Inshallah. Këto po thotë se kanë për të mësuar fëmijët e tyre thotë. طيب. Nëse xhamotin صعب نعلمهم. se s'do më uduk. صحيح أنه صعب أن نجعل أبنائنا يحفظون هذه الأذكار، لكن لو قلنا لهم عندي مسابقة من يحفظ هذه أنا أعطيه 10,000 مثل ما تقول 10,000 يعني $10. والله قال أبنائي أنا أبنائي ما يتقربون لو قلت 100 أبنائي واحد يقول أبنائي ما يقبلوا إلا أكثر، نقول اعطيهم 50 إذا قال الذكر أنت أخذت من عند الله أكثر من هذا. Thot për shembull apo të thuat fëmijëve që kush e mëson dhikrin e mëngjesit dhe darkës përmendesh do të ketë shehu tha $10, tash $10 kalamajton. Si qasën hiç. Thoshja 100, 200. Hajde. Thot shehu s'ka problem aq, a mo ti mësojnë, se ti se vapin e merr ka Allahu dhe fëmia i mësoi. Mirë, ide e mirë. Inshallah s'pa ngjën kalamajton. قل لهم الشيخ قلت ان شاء الله ما يسمعوا اولادنا. قل لهم الشيخ قال 10 لأنه زمان لما جينا هنا كان راتب الإمام $10 في الشهر. Unë thash 10 thotë se në kohët time thotë kur kam marrë këtu për herë të parë në Shqipëri, rroga e imamit ishte 10.000 lekë. $10 ishte rroga e imamit. Unë më la me 2 vjetër thotë. والمفتي $20. والمفتي كان $20 في الشهر. Ndërsa muftiu, kush ishte mufti merrte $20 në muaj. فلهذا أنا قلت ابنائنا ممكن يقبلوا ال10. Kështu që unë kam ngel me 2 vjetër thotë mboni halal. نعم. لو قلنا للأبناء عندكم أسبوع تحفظوها، الذي يحفظ أول أعطيه 100 سيحفظوها كلهم في 3 أيام في يومين. Kështu pra vëllezër. Pra ideja është me nxit në namaz, në dhikr, në punë të mira, qoftë edhe duke shpenzu. Sepse nuk është shpenzim ky. Ky është investim. أنا أتكلم عن تجربة قمت بها بنفسي. قلت تسجل حتى ما يلعب عليك، تقول له مثلا تقرأ سورة كذا أو تقول كذا، يقول نعم، ممكن يقول لك قلتها، سجل لي هي يوم بيوم، أنا أسمع حينما أرجع سجلها يعني قالها.
اليوم الثاني. طيب هل هذا رياء؟ لا، هذا تعليم، سيأتي بعد فترة خلاص يتعود عليها يحفظها، وإن انقطع إذا أراد أن يتذكرها سيتذكرها. Unë kam pas një përvojë me veten nga vetja ime me fëmijët e mi, që ju thojsha e boni dhikrin, po shumë mirë, kur ta boni dhikrin regjistrojeni. Edhe kur visha unë nga xhamia për shembull, se kur visha nga puna e u ngjërshë të gjithëve, se e kanë thonë, çysh e kanë thonë. Edhe i shpërbleja për atë. Edhe ja kam pa hajrin. أريد أكسب أجر أكثر، أقول لابني اذهب قل لأصدقائك الذي يحفظ الأذكار أبي عنده له هدية قيمة، سيذهب يقنعهم ويحفظون ويأتوا يسمعون وتعطيهم، تكسب أجره وأجرهم، ويكون عند ابنك بطانة صالح. Jo vetëm kaq thot, po ju thu fëmijëve, i thu fëmijës për shembull fëmijëve që t'ju thot shokët të vet, që babi ka një dhuratë për ju nëse ju mësoni dhikrin e mëngjesit dhe të darkës. Dhe kështu ti ndikon me rregulluar edhe shoqërinë e fëmijëve të tu. ماذا سيحدث بعد هذا؟ سيأتي ابنك وأبنائك يقول لك كيبون في شغل آخر يريدوا فلوس. نعم، موجود أشياء أخرى، في صلاة، في عبادة، في تحصين، في كذا، في ستجد بيتك كله نور في نور، وتنام وأنت مرتاح، ويأتيك توفيق من الله ما تدري كيف. E kështu me radhë pra fëmijët i dashurojmë derisa ta dashurojnë. Dhe në momentin që e dashurojnë, ti do të thesh i qetë dhe fëmia do të jetë i qetë dhe familja do të jetë e qetë. وحقيقة أقولها حتى قد يقع علينا نحن المتكلمين، قد ما أقول يبخل الإنسان ما يفكر أن ينفق في بيته مثل ما ينفق على أصدقائه إذا جلس معهم. حقيقة. Edhe neve na ndodh vëllezër që shpenzojmë shumë me shoqëninë dhe atë shpenzim nuk e hedhim dot tek fëmijët tonë dhe tek familja jonë. E ky është problem në të menduar. Dhe është diçka që duhet korrigju patjetër. كم صرفت في شهر وأنت تجلس مع أصدقائك ومرة أكلتم هنا ومرة، يعمل ميزانية ينظر فيها. هل صرفت هذا على أبنائك؟ يقول هؤلاء طيب أصدقائي، نقول هذا أولى. الله سبحانه وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Sepse njeriu thotë po këto janë shoqënia ime, unë do të rri me shokët, po dakord, shumë mirë. Po Zoti thotë ju që keni besuar, runi veten dhe familjet. Pra njeriu do t'i peshoj gjërat dhe do të vej kandar mes gjërave. ولهذا أيها الأحبة لو بدأنا بهذا المشوار لن تحتاج بإذن الله تعالى مثل ما كنت تذهب إلى المستشفيات، قد تذهب للضرورة لكن ليس في كل شيء. نعم، هذا للمستشفى، هذا الحمد لله ذهب بالقرآن، أبنائي تعلموا، زوجتي تعلمت، وإلا سيبقى الحال أن نذهب عند هذا الخوجة ونذهب عند هذا الخوجة، ومرة نقع عند خوجة ومرة نقع عند ساحر. Është njësoj si puna e sëmundjes, njeriu jo për çdo sëmundje shkon në spital, sepse ka gjëra që mund t'i menaxhoj në shtëpi me ilaç me diçka. Edhe kjo punë, pra nëse ne i edukojmë, i dashurojmë, e bëjmë edukat familjare, kënimin, leximin, rukjen, dhikrin, namazin e të gjitha, jo për çdo rast pastaj do të themi ka nevojë për rukje, sepse ka gjëra që mund t'i menaxhojmë vetë. Okej, është një situatë e veçantë, është një rast i veçantë, është një përjashtim, okej, dakord, duhet shkojmë tek specialisti. Po jo në çdo lloj situate dhe në çdo lloj momenti të mendojmë për rukje apo duhet të shku patjetër tek ai që bën yshtje. Sepse ne me vërtet mund shkojmë tek një hoxh tamam, po mund shkojmë edhe tek ca hoxhallar të cilët nuk janë tamam, po janë mashtruesa, po që dalin, madje tani mashallah dalin edhe nëpër TikTok këto mashallah. Të japin fetva nëpër TikTok, nëpër Instagram. Ti mendon se është hoxh, më pyetën mua për njërin. A e njeh filonin ta sa duke fol shumë ta për thash vallai nuk e njeh njëri, jo vetëm unë, po nuk e njeh njëri. Jo thos se kemi ngjuar që ai trajton tema. Pra ti me të vërtet mund shkosh tek njeriu i duhur, po ndodh shumë që mund shkosh tek njeriu i cili nuk është i duhur, po thjesht ta bën reklam. إذا حافظنا على صلواتنا وما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وحافظنا على الأذكار بإذن الله تعالى لن تكون هناك إصابة، وإذا وقعت إصابة تكون أخف ويعامل الإنسان فيها بلطف من الله سبحانه وتعالى. O vëllezër, kujdesi ndaj namazit, pika e parë. E dyta, kujdesi ndaj dhikrit të mëngjesit dhe të darkës, dhikrit para gjumit dhe dhikrit përpara namazit. Kujdesi ndaj le të themi
harameve që futen në shtëpi dhe pakujdesisë së asaj të gjërave që ndodhin në shtëpi, duke i bërë gjëra si normale, mund të ketë lloj-lloj programesh, mund të ketë lloj-lloj gjërash ku tallen me Zotin, ku tallen me fen, ku ka harame etj. Pra nëse kemi kujdes me namazin, nëse kemi kujdes me edhkarët, edhe nëse ndodh diçka, trajtimi do të jetë shumë më i kollajshëm. Në momentin që ne kemi probleme me namazin, kemi probleme me edhkarët, kemi problemet me haramet që na futen në shtëpi pas një lloj le të themi pas një lloj setje, pas një lloj kufizimi, atëherë normalisht do të kemi nevojë për yshtje, për kënime kështu me radhë. Pra, si më thon, njeriu është doktori vetes vet. Dhe ne mund të zgjidhim shumë problem pa pas nevojë me shku ke doktori. E kur njeriu s'kujdeset fare, normalisht që çdo ditë do të ketë nevojë pastaj për doktor. Pra ne mund të mbrojmë veten tonë, ne mund të ruajmë veten tonë dhe ne mund të jemi, si më thon, rojtarët e parë familjes tonë dhe të shtëpisë tonë. طبعا هذه حقيقة واقعة قديما وحديثا أن الأبناء ينظرون إلى آبائهم هؤلاء ما يعرفوا شيء هكذا من زمان هو ما يعرف أستطيع أن أخدع أبي في القديم سهل الآن التكنولوجيا فتحت للأطفال أشياء يعني يخدعك في الليل والنهار وقد يأتيك بالمصائب في البيت vëllezër edhe diçka tjetër, domethënë ka qenë ndoshta në kohët më përpara, në kohët e vjetra ka qenë më e lehtë edukimi i fëmisë, ndërsa sot un shoh pra që situata është më e vështirë sepse teknologjia, zhvillimi, domethënë ka arrit në duart e fëmijëve dhe është shumë e vështirë për të menaxhuar situatën tek fëmijët tonë. Për këtë arsye, këshilla ime është që të punojmë shumë në mënyrë që ata të vetë mbrohen dhe të jenë të vetë mbrojtur. هناك في الإنترنت ألعاب سحرية وكيف تصنع السحر للأطفال وضعوها للأطفال أنت ما تعرف هذه الألعاب تظنه يلعب وهو يدخل ويقول أنا ألعب ويجرب في أهل البيت كلهم ويكون هذا يعني ساحر لكنه صغير في البيت ومن أسرتك وأنت ما تعرف. في صفحات. Ka faqe thot që ju mësoj njerëzve magjin dhe futen fëmijët tot në ato faqe. Dhe kanë bërë magji për familjarët e tyre. Kur shef babën kputet, nonën, çka kanë ndodhur fëmia të bë lojrat. Ka edhe lojra që janë thot nga këto që plotso venet. E ke parasysh ka këtë fut këtu edhe plotsohet një pam që janë magji faktikisht. Edhe i thuhet fëmijës për shembull, është lodra për fëmijë, lojra për fëmijë. Shkruaj emrin e personit, ai shkruan emrin e prindit aty lart. Pa shko pjesët tani që të formosh pikturën. A piktura faktikisht është magji. Kur e shef nonën, çfarë ndodhi? Ka plotsu ky atë panoramën në internet. Ti nuk e di, pra situata është ky është një rast që ka ndodhur dhe që e dim. قبل 10 سنوات تقريبا وقت ما كانت السيديهات تعامل الناس بالسيديهات مسكوا مع طالبة في الصف الرابع يعني عمرها 10 سنوات سيدي كيف تجعلي صاحبتك تحبك وتمشي مثل ما تريدي سحر هي ما تعرف. Të tregoj një rast i çuditshëm fare, para 10 vitesh, kur ka qenë koha e CD-ve, nuk e di, a i mani men CD-ti. Ka qenë koha e CD-ve, një vajzë në klasë të 4 i kapën një CD dhe titullohej CD-ja, titullohej si ta bësh shoqen që të doj fort ty. Faktikisht, si ta bësh shoqen, ajo më brenda kishte magji që me ja bësh shoqes që se me formu grupin e vetë në klasë, domethënë. O vlezën, atje, po këtu ke ne për shembull, ka faqe vetëm për këtë punë, vallahi bilaj. Ka faqe në gjitha gjuhët, vetëm për këtë punë. Pra ndaj duhet me jetë në kokë situatës se na dalin fëmijët duash dhe ti mund ta kesh magjistarin në shtëpi dhe nuk e din. النور واحد والظلمات كثير فصعب اني انا احاول اتتبع ابنائي في كل شيء وانا ما استطيع لكن لو بينت لهم الشيء الصحيح ودائما ابين لهم الشيء الصحيح هم بانفسهم اذا جلسوا على شيء ونظروا قالوا نعم هذا لا يوافق هذا خطأ. Pra, nëse ne i edukojmë dhe mbjellim vazhdimisht të mirën tek fëmijët tanë, ata do ta kuptojnë më vonë se kjo është e drejta dhe çfarëdo gjë tjetër është gabim.
sepse drita është një, ndërsa errësira është shumë. Në momentin që ne mbjellim dritën, i kemi rrit nga errësira. Në momentin që ne nuk tregojmë kujdes me dritën, atëherë mund të futen tek ata lloj-lloj errësirash dhe të jetë shumë e vështirë me e ndryshu. Po doli prej dush dhe po doli koha. الآن في مشكلة أكبر من هذه أن الإنترنت أصبح فيه أشياء كثيرة في الرقية وفي الآيات، فتأتي المرأة الصالحة لكنها جاهلة في الدين، أو تأتي البنت، تأتي المرأة تقول والله يعني زوجي ما يحبني الآن، وأنا هناك قال في رقية تأخذي هذه الآية وألقيت عليك محبة مني مثلا تقرأيها 500 وكذا ولا 400 وكذا، زوجك يصبح معك مثل الأول ومثل الخاتم في اليد. هذه أعمال صوفية وهي داخلة في أعمال السحر بالقرآن. نعم، وهناك في كتب السحر من يتعامل بمثل هذه الطريقة، يكتبون بعض الآيات بأعداد معينة تخدمها الشياطين. فهذه الذي ما فهم ما تعلم التوحيد يقع في هذا وهو يظن أنه يحسن صنعا. Dhe padituria është problemi më i madh. Pra diturinë mbi këto gjëra ne duhet ta bëjmë edukat familjare, sepse padituria mbi këto gjëra sjell dëme të mëdha. Do të jap një rast tjetër, se si për shembull një motër besimtare has në një faqe, nëse do ta bësh burrin që të doj, lexoje filan ajet 1 milion herë, edhe ishte ajeti wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Faktikisht ky është ajet kuranor, po faktikisht është përdor ajeti kuranor nga magjistarët, si më thonë, në mënyrë që të ta hutoj krejt burrin, domethënë të ta nxjerrin nga vetja e tij. Pra shifrat që ato shkruajnë, një shifër të caktuar, janë problematike. ولهذا أيها الأحبة الذي ما تعلم التوحيد ولا عرف هذه الأخطار يقع فيها. Prandaj mësimi i tauhidit, mësimi i shirkut, mësimi i këtyre gjërave është i rëndësishëm, sepse kur njeriu i din, e kupton që këtu ka ca gjëra që janë shumë të qarta dhe ka ca gjëra që janë dyshimta. E çfarë bën kur shef gjëra dyshimta, menjëherë i largohesh, sepse është akide kjo punë, është besim. Ka të bëjë direkt me besimin e njeriu. Çfarë është e qartë bëj, çfarë nuk është e qartë, atëherë menjëherë i largohem, se nganjëherë lozin edhe me ajete kuranore. هناك وقاية نقي أنفسنا وأبناءنا من السحر، خاصة لمن أقاربهم يعملون في هذه الأمور. بعض الناس يشتكي يقول عمتي أو خالتي أو كذا يعملون السحر، ودائما نؤذى، ونحن نذهب نقول لا، الآن تقف من الذهاب وتتحصن وما تأكل منهم شيء، وتتنبه حينما تدخل بيتك شيء في الأرض، ماء مكبوب، بيض مكسور، تكب عليه ماء مقروء وتتنبه تتيقظ. Vëllezër, do të me pas parasysh edhe faktin që neve na ndodh që le të themi ka njerëz që janë shumë afër nesh që mund të bëjnë veprime të tilla. Ne duhet jemi të kujdesshëm, për shembull nëse kemi parë veprime të dyshimta, nëse kemi parë lëvizje të dyshimta, nëse e kemi vërtetuar që ky person na hedh diçka përpara, na hedh diçka mbrapa, atëherë thotë në këtë rast, po çfarë bëjmë, i kemi të afër, nuk rrim dot pa i vizituar, mund të jenë vëllezërit, mund të jenë motrat, mund të jenë tezet, mund të jenë hallat, mund të jenë xhajat, mund të jenë njerëz të afër. Atëherë thotë me kujdes. Çfarë bën? Përpara se më shkon në vizitë, mbron veten tate, knon veten, knon fëmijët. Nuk merr gjë prej tyne, nuk han gjë prej tyne. Nëse vjen në shtëpi që shef diçka dyshim, të thyer, zgarravitur, bën diçka, menjëherë mujt knum, e lan e pastron. Menaxhon situatën, një çdo gjë që është në shtëpi ti e merr, e fut në shtëpi, apo thjesht i futit pastruar me fshesë dhe e hedh. Jo, me ujë knum e merr e menaxhon situatën në mënyrë që ta shkatrosh. Pra duhet me qenë të kujdesshëm, pra duhet me qenë, domethënë, të vëmendshëm. مرة قلنا هذا الكلام فقالت واحدة وإذا كانت أمي، قلت كيف؟ قالت أمي، قلت اتقي الله، قالت والله أمي تذهب للسحرة ونحن صغار وإلى الآن تفعل أشياء وتقول هذا من صالحكم، ماذا نفعل معها؟ Merr dhe njerë një pyetje që thotë nona neve na bën thotë kështu gjërash. I thash friksoje Zotit se s'bën nona. Jo, thotë nona shkon te këta njerëzit, edhe thotë po e bëj për të mirën tuaj, po e bëj nona për ju. نقول تنصح، يقولون نصحناها سنين، نقول هنا I tham këshilloje nonën, thanë që vallahi e kena këshilluar gjithë jetën që nonë mos shko.
هنا تتنبه وتحاول أن تأخذوها إلى راقي أو تضع لها، هي تفعل لكم أشياء ونحن عندنا الأقوى، نحن نضع لها الماء المقروء، أي شيء تفعله ننفث فيه. I thash merrni nonën, çojeni tek në një që bën rukje ose boni të kundërtën. Pra nëse nona bën diçka tek ta, atëherë ju boni të kundërtën, knoni ujit, hidhani nonës në ushqim, hidhani nonës në ujë, edhe cillojnë ato të përplasen në njëra tjetrën. وغالبا ما تكون الأم في هذه الحالة أنها تكون مصابة والشيء الذي فيها يحركها. Në përgjithësi, domethënë ka nona të cilat janë vetë të goditura, edhe nuk e bëjnë fort me vetdije 100% plot. Pra janë edhe të ndikuara, domethënë, janë të mvarura nga këta njerëz, e si pasojë ata i përdorin si masha për të futur nën pushtetin e tyre dhe nën menaxhimin e tyre sa më shumë njerëz. بعضهم يتعجب يقول يا شيخ بعد ما بدأت يعني أنظر جيد حولي عرفت أن أخي الذي سحرني وجدت فعل كذا وفعل كذا، يعني شيء أكيد أنه سحره، نقول تنبه منه. Ose kemi pas një rast tjetër që thotë ai kur fillova të shoh, pra kishte qenë si mjegëll gjatë gjithë kohës, kur fillova të shoh, fillova të kuptoj shumë gjëra, po faktikisht fatkeqësisht në vishin prej vllajt tim, pra ishte vllai që ja bonte. I tham kujdes, ruaje veten, mbroj fëmijët e tuaj dhe me kujdes tani. Çfarë të bësh? Sprov. يوسف عليه السلام كان صغيرا ورأى الرؤيا إني رأيت 11 كوكبا فقال لأبيه إني رأيت، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على الناس، قال على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فقط في هذه الرؤيا. Dhe Zoti i Madh ka dhënë shembullin Kur'an, shembullin e Jusufit alayhi salatu wassalam, kur ai tha babait vet që kanë parë një ëndër kështu, i tha o birta mos e trego ëndrën vëllezërve, nuk tha mos e trego njerëzve. Pra hasedi dhe smira mund të jetë edhe mes vëllezërve. Ne nuk po e themi këtë thot për dyshuar, po themi që nëse ka shenja të qarta, atëherë mbro veten. Mos thuaj vallai është vlla çfarë bën tani, ose është X apo Y, tani ndahemi dot e srim dot pa shkuar, srim dot pa ardh. Të paktën mbro veten. Mbroje veten me lexim. ماذا فعلوا مع أخيهم؟ قالوا اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا، ثم بعد ذلك الذي في قلبه رحمة قال نحن نرميه في البئر. هذا وهو ما أخبرهم بالرؤيا. كيف لو أخبرهم بالرؤيا؟ Edhe Jusufi nuk ka tregoj ëndrën, po tua kishte treguar ëndrën. I Zotit di se ç'do të ndodhte. فلهذا أيها الأحبة ما نقول تشك في من حولك وتبدأ تقول الشيخ خالد قال افعل مثل كبر هكذا تنظر كل أحد يتكلم وينظر، لا، ولكن عندي الدعاء أتعوذ بالله من شر ما خلق، وتضع في عقلك كل شيء فيه شر خلقه الله أنه يحفظك منه، وسورة الفلق بين أيدينا هي وسورة الناس، ما تعوذ متعوذ بمثلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. O vëllezër, nuk po e themi këtë fjalë që të fillojmë dyshojmë tek njerëzit, se ka njerëz që i marrin fjalët tona të coptuara dhe fillojnë dyshojnë këtë gjithë njerëzit. Ne po themi, nëse ka situata dhe raste të qarta, atëherë ruaj veten, as nuk po themi me u ndan nga njerëzit, as nuk po themi me dyshu tek njerëzit. Po kur janë situata të qarta, atëherë në situatat e qarta duhet të mbajsh qëndrime të qarta. Se po nuk mbajtë qëndrime të qarta, dëmi do të vazhdojë të jetë edhe shumë më i thellë. Për këtë arsye pejgamberi sa na ka mësuar që të kënojmë veten tonë me dhikrin e mëngjesit, me dhikrin e darkës, me dhikrin përpara gjumit, me surën el-Falaq, me surën an-Nas. Pejgamberi sa ka thënë ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima. Nuk është mbrojt njeri siç mbrohet me surën Falaq edhe me surën an-Nas. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سحر ماذا فعل؟ جلس وتفرغ للدعاء، دعا ثم دعا ثم دعا، ثم بعد ذلك بصره الله بأنه مسحور وأن سحره في المكان الفلاني وأخرجه. Kur pejgamberi sa i bën magji, çfarë bëri pejgamberi sa? Bëri dua derisa Zoti më ia tregoi se ku ishte magjia. الصحابي حينما أخبره صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع إذا اشتكى شيئا قال تضع يدك على المكان تقول بسم الله 3 ثم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد حاضر 7 مرات. الصحابي يقول ففعلته مرارا حتى ذهب، ما شاء من أول مرة. فإذا كان الصحابي فعل كذا نحن نحتاج أكثر. Pejgamberi sa që mos ta shkëpusim, pra masi e zbuloi i lexoi surën
i zbriti Zoti i Madh surën Felek dhe surën Nas për shkatrimin e magjisë. Ose në rastin tjetër, pejgamberi sa mëson njërin prej sahabëve që nëse ke dhimbje diku në trup, veje dorën e djathtë mbi vendin ku të dhem dhe thuj bismillah 3 herë, pastaj thuj 7 herë a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa hadir. Tha sahabiu, shoku i pejgamberit alayhis salam, çfarë imani kanë pas ta njerëz. E bëra disa herë dhe Zoti më largoi dhimbjen. Pra jo që është në herën e parë. Se ne nga herë themi po unë e bona apo s'nodhi kjo punë. Duhet ta bësh 1 herë, 2 herë, 3 herë, derisa Zoti më ta lëshoj bekimin e tij dhe të shëroj. نقطة هامة نبينها إن شاء الله ما نطول عليكم. لا في وقت. أبناؤنا يخرجون ويلعبون، يأتي الواحد مسخن فيه حرارة أو سقط على رأسه أو التوت رجله، نقول طيب جيد ضع له أي شيء ثلج. لا، ممكن يكون وقع على شيطان أو آذاه شيء أو صبت. مع هذا العلاج تعال عندي زيت مقروء أدهنه في تلك الليلة، فإذا تغير حاله أستمر في هذا العلاج، ما تغير حاله الحمد لله. Edhe diçka tjetër, fëmijët dalin dhe lozin. Dhe ndodh që kur vijnë nga lojrat mund të jenë çar, mund të kenë thyrë, për shembull komën apo mund të jenë gjakosa, ku dëgjon etj. Çfarë bëjmë ne në tilla situata? Menjëherë na shkon menja për spital dhe për doktor, për mjekësi. Dhe kjo është gjë, okay, shumë e mirë. Po pse mos i kënojmë fëmijës ton? Pse mos ta lujmë me vajt kënum? A ditë që fëmia mund të ketë shkel në xhin ose mund të ketë shkel në magji gjatë lojës dhe ti nuk e din. Po si ta kuptoj? Ti lyje me vajt kënum, nëse ndryshon gjendja e tij, do të thotë se ka diçka dhe vazhdoi lyje me vajt kënum derisa të bëhet mirë. Qofse s'ndryshon gjendja e tij, atëherë do të thotë se është okay, thjesht ndiqe me ilaç, me mjekësi. Se ne kemi thonë gjithmonë, ne nuk jemi kundër ndjekjes me mjekësi apo kurimit nëpërmjet mjekësisë apo si më thon kurimit klinikor. Por nuk bën ndaj përjashtim edhe nuk ka përplasje nëse i lexojmë edhe Kur'an apo e lym me vajt kënum. لهذا تأتي حالات في 30 في 40 مع الرقية، إذا نطق الجن يقول أنا دخلت فيها وعمرها 9 سنوات لما سقطت عند البئر. حينما نسأل يقول نعم كان التغير من ذلك الأخطاء. Kam një rast thot 40 vjeç duke i kënu foli ai drejt i merr na trupit dhe tha i thash kur çka ka not? Tha kur ka qenë në moshën 9 vjeçare ka ranë në i grop atje dhe na ka dëmtuar neve. Dhe qysh në atë kohë jemi fut në trup të atij. مثل هذه القصص بالعشرات عندنا كثيرة. Dhe kështu rastesh ka shumë. وكذلك أمر هام أذكر فيه، الرجل تأتي زوجته من الزواج عندي صداع تعبانة عندي أزمة مكتومة، أقول تعالي ادهن الزيت وصلي ركعتين، إذا قالت الحمد لله ذهب في شيء خرج مني، يقول ممكن أخذت عين ممكن حدث شيء. Të japim një rast tjetër, vjen gruaja nga një takim që ka pas me gratë, fejes, martese, ku dëgjon etj. Thotë s'diqja, po merret fryma, nuk jam mirë, merren mend, kënoj. Lyje me vajt kënum. Ndoshta ka diçka, nga i mësysh, në diçka, në i smir që është në gjithë në trup apo në i mësysh. Qofse s'jep shenja, alhamdulillah, qofse jep shenja do të thotë që duhet me vazhdu se ka marrë diçka rrugës me kuptimin atje kur ishte. أختم بهذه النصيحة. قد يصاب شخص في البيت ويأتي بمصيبة في جسده ويكون مثل الواي فاي حق الإنترنت شغال، مشغل الشبكة كلها في البيت، الأذية على البيت كلهم ما يعرفوا السبب، يذهب المستشفيات، ممكن يكون في مشكلة في طفل صغير أو في امرأة رجعت بعين وخولفها شياطين أو رجل أو غير ذلك. Edhe diçka tjetër që duhet me pas parasysh, ndonjëherë në rastet e magjisë apo mësyshit, që kur e ka njëri nga antarët e familjes, funksionon njësoj thot si valët e internetit. I kap gjithë, i zen gjithë. Kështu që nga njerë ne nuk e dim se mund tjetë prej një personit të ndikuar që ndikon edhe tek tjerët. Fusha, le themi, fusha e ndikimit i prek edhe të tjerët. Kështu që duhet me përdor në shtëpi këtë punën e kënimit, këtë punën e ujit kënum, këtë punën e vajit kënum, sepse s'ka dëm prej Kur'anit. Pra nëse uji është me Kur'an nuk ka dëm prej tij. Nëse vaji është me Kur'an nuk ka dëm prej tij, vetëm se mirësi ka. E nëse ndryshon diçka do të thotë se po jep efektin, do të thotë se ka diçka që ne nuk e kemi has dhe pas ka qenë i prek dikush pa e ditë ne. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالكلمات القليلة التي سمعناها
وكل واحد يجهز الذي في جيبه مثل ما اتفقنا يرى يعطي المال لمن لأولاده. حتى Lusë Allahun xhalla xhelalu që na bëj dobi, na bëj neve edukator të parë të fëmijëve tanë, edukator të parë në familjen tonë, mësues më të mirë për shtëpitë tona dhe për familjet tona, edhe mos harroni ti që thash, më mirë më shpenzu për shtëpinë dhe për fëmijët e juaj se sa më shpenzu jashtë shtëpisë dhe jashtë familjes. Kështu që futeni dorën në xhep, mos e marrni dorën shtrënguar. حق العيد لوحده هذا غير. Jo vetëm për Bajram thot, po gjatë gjithë kohës. Allah e shpërblet. Allah e zgjidh khair. Barakallahu fik. Zoti e shpërblet Hoxhën për këshillat dhe për porositë që na dha, ishin shumë thjeshta, edhe ja tha qysh në fillim. Kjo gjë tha nuk është ndonjë filozofi, as nuk është ndonjë diçka e veçantë që thuti nuk mësohet, është shumë e thjeshtë. Porositë ishin shumë thjeshta dhe shembujt ishin mashallah shumë, që ne të kuptojmë se ne jemi, si më thënë, diga e parë dhe mbrojtja e parë dhe rojtarët e parë të mirës ose lëshuesit e parë të terrenit për të keqen. Edhe njëherë du të njoftoj, Shejhu Hoxha nesër mbrëma në xhaminë e Molletit do të ketë përgjigje ndaj pyetjeve, pra sot nuk do të ketë përgjigje ndaj pyetjeve. Nesër gjithë ligjërata nuk do të jetë ligjërat, po do të jetë pyetje për përgjigjet për të gjitha rastet, sa mund të jetë, sa na lejon koha, se ne nuk mund të rrim deri në mëngjes me thonë përgjigje, por sa të na lejoj koha, sepse me një pyetje mund të japim përgjigje për 20 veta, me një pyetje tjetër për 30 tjerë, me një pyetje tjetër për 60 tjerë, me 7-8 pyetje i plotësum 500 veta dhe mbaroi historia. Kështu që ne inshallah taala do të ketë një komision që përzgjedh pyetjet, do të jetë Hoxha Abdullahi, Hoxha tjetër, do të jenë në mënyrë që kur të vinë ke Shejhu pyetjet, të jenë, domethënë pyetje që të jenë sa më gjithë përfshirëse, në mënyrë që të përfitohet sa më shumë në hapa konkret. Pra nëse sot dha këshilla të përgjithshme, nesër do të jetë hapa konkrete se si duhet vepruar, për këtë arsye quhet nesër ligjërata konsulent e drejt për drejt për rastet e magjisë apo për rastet e mësyshit. Zoti ju shpërbleft, Zoti ju nderoft. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakallahu khairan. Barakallahu.